U deshën më shumë se 3 muaj që Prokuroria e Tiranës të kuptonte që nuk mund të vazhdonte dot më me hetimet e ngjarjes së Rinasit, ku mbeti i vrarë krau i djathtë Emiliano Shullazit, Gilmando Dani, si dhe miku i tij të fundit, Muçi Shaljani. Hetuesit në kryeqytet kanë shpallur mos kompetencë për të vijuar me zbardhjen e ngjarjes dhe dosjen e kanë kaluar spakut pasi kanë dyshime serioze që vrasja buron nga një grup i strukturuar kriminal. Qartësia e krijuar pas hetimeve 3 mujore bindi prokurorin që ajo që ndodhi në aeroportin e Rinasit është tipikisht skema klasike një atentati mafioz, ku përfshihen disa persona duke nisur nga porositësit, organizatorët, informatorët dhe vrasit. Menjëherë pas ngjarjes policia zbarkoi në nikël të fushkrujës aty ku janë dyshimet që makina doli prej andej dhe andej hyri për të djegur më pas në fshatin Alil pas kryerjes së detyrës. U kontrolluan banesat e disa preemrave që gjithnjë kanë qenë subjekti kontrolleve të policisë pas ngjarjeve kriminale. E madje, policia e Tiranës nuk ngurroi të tregonte edhe një arsenal minash dhe eksplozivësh të gjetura pas kontrolleve në këtë fshat, të cilat i përkisnin Yllizallës, por që me shumë gjas. Ky do të ishte një episod krejtësisht i shkëputur nga masakra që kishte ndodhur, pavarësisht nuancave të uniformave blu për të bërë një lidhje të ngjarjeve. Kjo më tepër e konfirmuar nga analiza balistike e kryer në policinë shkencore. Ngjarja e 11 nëntorit do të ishte dramatike për sigurinë në vend. Dani dhe Shaljani ishin larguar drejt Spanjës që në datën 7 nëntor, por siç duket, autorët do të ishin pajisur me të gjitha informacionet për kthimin e tyre dhe orën e saktë. Automjeti i vrasësve ishte pozicionuar në rreth rrotullimin në daljet e aeroportit. Sapo sinjalizohen, ata spostohen disa metra më tutje dhe në momentin që makina e viktimave Mercedes-Benz del nga ambientet e aeroportit, vrasësit pozicionohet sikur të ishin përpara tabelave në një poligon dhe zbrazin Kalashnikovët. Automjeti i viktimave e pret rrethin në mes për mes dhe ndalon. Njëri prej ekzekutorëve, i pa qartë nëse detyra që kishin marrë përsipër ishte kryer, niset sërish drejt makinës, por i bllokohet Kallashnikovi. Një tjetër nga toga vrase i afrohet për t'i dhënë një pistolet. Vrasësi shkon drejt makinës dhe zbraz sërish disa plumba, këtë herë pak centimetra nga xhami i pasagjerit. Detyra e atentatorëve tashmë u krye. Dani mbeti i vdekur në vend, ndërsa Shaljani ndorroi jetë pak ditë më pas në spital. Qetësisht vrasësi largohen me automjetin e tyre Toyota Auris. Sot dosja ka kaluar në prokurorinë speciale, pasi ajo është kompetente për të hetuar grupet kriminale. Megjithatë, edhe në këtë rast do duhet presim. Një dosje ngjashme i ka kaluar spakut që në 2024 për masakrën e Dobraçit. Sot e kësaj dite, askush nuk është vënë pas hekurave. Mirë shikues dashur, ky ishte inserti për sa i përket faktit që tashmë Prokuroria e Tiranës ka shpallur mos kompetencën për ngjarjen që ndodhi në Rinas me 2 të vdekur, Muçi Shaljani dhe Gilmando Dani, ku tashmë çështja i ka kaluar për hetime të mëtejshme spakut, pasi ka dyshime që bëhet fjalë për një grup të strukturuar kriminal. Ne do ta trajtojmë këtë çështje sot dhe sigurisht edhe të tjera. Me 2 të ftuarit tan kam të ftuar Shemsi Prençin, ish drejtues i lartë i Policisë së Shtetit. Prençi, shumë faleminderit. Faleminderit ju, kënaqësi. Si dhe Ervin Karanxhën, avokat ish prokuror, shumë faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Megjithëse ju keni qenë pjesë e Prokurorisë Tiranës, po nis me ju bisedën, përse me kaq vonesë kaluan 3 muaj që Prokuroria e Tiranës të shpallte mos kompetencën për një ngjarje siç ishte kjo e Rinasit? Prokuroria e Tiranës ka bërë një sër veprimesh hetimore. Janë veprimet e para, por janë dhe veprimet tjera që ndoshta kanë pas nevojë të bëhen, sepse janë veprime të lishme nga pikpamja procedurale, pavarësisht se ka spaku, ka tjera ana, prokurori bën veprime procedurale dhe janë veprime të lishme, mbledhjen e provave. Në këtë fazë të hetimit, domethënë nuk ka pas të arrestuar, se domethënë ka qenë ndjekje. Prokuroria ka bërë veprime të njëpasnjëshme, domethënë nuk është se është dëmtuar prova, mund ta kishte spaku më përpara e ka tani. Provat janë marrë. Dhe policia e shtetit dhe grupi hetimor kanë mbledh prova. Pra janë mbledh prova në mënyrë të dinamike dhe ka rezultuar nga ana e jashtme e veprës penale, pra duke u nisur nga organizimi, roli i gjithkujt, mekanizmi i ngjarjes, është shmuar se jemi para rasteve të parashikuara nga neni 28 i Kodit Penal. Pra, pavarësisht se kemi të bëjmë me një vrasje, një vepër, domethënë është bërë një vepër, por kjo është kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Pra kemi organizim të tillë, kemi, pra është vrasje me paramendim e kryer, është një vepër sepse ligji kështu parashikon që mund të kryen vepra në mënyrë të përsëritur ose edhe një vepër për shkak të mekanizmit të saj tregon që kemi të bëjmë një grup të strukturuar kriminal. Dhe ka çmuar, ka shpahur mos kompetencën dhe i ka kaluar aktet spakut. Regjia, të lutem, ma kalo pak video në plan të madh. Se dua të bëj një komentim këtu dhe do ta shohim pak dhe nga pikpamja
ligjore të kësaj video. Okej, ma stopo pak këtu të lutem regjia dhe ma kalon plan të madh. Pak momente më mbrapa nëse mundesh. Sepse kemi të bëjmë me një moment ku aty Karanja shfaqen 3 persona. Dhe në këtë moment, pra ti kemi praktikisht, nëse ma kthem pak momente më përpara, pak momente më përpara të lutem regjia, në momentin kur dalin nga makina që rreshtohen të 3 dhe qellojnë, s'ka problem, kthej video mbrapa se e kuptojmë bashkë. Nuk është problem. Pra, ne shohim që aty janë 4 persona. Janë 4 persona. Nga ky moment, a nuk kemi të bëjmë automatikisht me grup të strukturuar kriminal? A nuk e lexojmë ne që janë të... Pra, bashkëpunimi kërkon 2 persona. Sipas ligjit. Grupi strukturuar kriminal sipas legjislacioni kërkon 3. 3 e sipër. Këtu janë 3. Pse nuk kaloj direkt? Pse nuk vajti Spaku ta merrte direkt? Ka shumë i beson Spaku, se Spaku është parë që është, le të themi, pak skeptik kur bëhet fjalë për institucionet e tjera. I beson shumë punës tij. Në rastin konkret, ka qenë prokuroria e rrethit gjyqësor ose prokuroria e jurisdiksionit të përgjithshëm e cila ka bërë veprime hetimore. Janë bërë veprime në mënyrë, siç e thash edhe në fillim, janë bërë veprime të lishme, pra në prova. Dhe është në këtë fazë të hetimit të shmuar që të procedohet. Veprime janë kryer. Pra janë kryer, ndoshta ka pasur vetë ngjarje, ka pasur dinamikën e tillë që ka qenë prokurori i gatshëm që e ka ndjekur dhe për efekt shpejtësie dhe për efekt të marrjes prova në mënyrë sa më shpejt, edhe Spaku ka prokurorët është e vërtet, janë prokurorët e krimit të organizuar, se ata i marrin raste të tilla, sepse kjo është sektori korrupsion dhe krimit të organizuar. Megjithatë, mendoj që është në fazën optimale dhe në fazën e saktë për të shpahur mos kompetencët dhe për t'i kaluar aktet. Pavarësisht se kanë kaluar 3 muaj nga ngjarja, kryesorja ka që janë bërë veprime hetimore dhe dosja nuk ka qëndruar në sirtar. Janë prokurorët të seksionit veçantë që merren me krime të rënda, të cilët kanë eksperiencë të posaçme lidhe me krime ndaj jetës dhe shëndetit. Është një seksion i posaçëm i cili edhe në drejtorinë e policisë qarku të janë është një seksion i posaçëm që i kushton vëmendje të veçantë veprave të tilla. Marrja e provave është diçka pozitive, pavarësisht se në këtë moment është kompetent Spaku, por edhe provat e marra nga prokuroria e shkallës parë e jurisdiksionit të përgjithshëm, ligji procedural parashikon që janë vlefshme. Të specializuar janë këto fushë, duke qenë se kemi grup strukturuar kriminal, i kalojnë akte. Pra nuk ka një pengesë për sa i përket provueshmërisë. Ne urojmë që kjo ngjarje të zbardhet, të dalin autorët e drejtësisë para drejtësisë, por kërkojnë veprime hetimore sepse kemi të bëjmë vepra penale të kryera tashmë të dyshuara në kuadër grupit strukturuar. Domethënë nuk kemi në kuadër një dyshimi, por kemi një akuzë konkrete, pra kemi një regjistrim për veprën penale, sepse nuk jemi ndjeni nëse ka, domethënë mund të ketë indicie të dyshuar, po të ketë emrat personazh të regjistruar në regjistrin e veprave penale nuk kemi. Dhe kemi grup strukturuar kriminal. Ky moment mund të shërbejë Spaku hetimet nga Spaku, por veprimet procedurale të marra nga sektori i posaçëm, që është sektori i krimit ndaj jetës shpejt, që janë prokurorë specializuar, por është diçka pozitive. E qartë. Domethënë nuk është dëmtuar hetimi ose si në pasoja. Përkundazi, prokurorët e specializuar me oficerët që kanë bërë dhe veprimet e para, hetimore ja çojnë dosjen e plot Spakut që ta ketë më tetë dhe punën për zbulimin e autorëve të veprave penale. Karanja, faleminderit. A tregon kjo Premçi faktin që Prokuroria e Tiranës duket se i ka shkuar, le të themi, ndoshta autorëve dhe porositësve, organizatorëve shumë afër, tash i thotë shiko se këta janë, por le të merret Spaku tani e tutje. Mund të jemi në këto kushte, referuar edhe kësaj që tha Karanja, që ka kryer gjitha veprimet hetimore Prokuroria e Tiranës. Domethënë, referuar kodit procedurës penale, organet e drejtësisë, qoftë Prokuroria e Jurisdiksionit të Përgjithshëm, është brenda afateve ligjore. Pikpyetja është që a mundët që prokuroria të kishte dhënë zgjidhje problemit më shpejt, duke vlerësuar mekanizmin e vrasjes, vendin ku është zgjedhur vrasja, mekanizmin e vrasjes, subjektin ose objektin, më mirë, objektin që ka qenë për të vrarë, kuptohet se Gilman Danin nuk mund ta vriste çdo kush. Do ta vriste një grup i strukturuar për larje së hapësh, pra vrasje me paramendim. Duke analizuar gjitha këto,
Prokuroria e juridiksionit përgjithshëm i ka pas të gjitha mundësitë për të dalë në një konkluzion shumë më shpejt. Por nuk do të thotë që ka shkelur afatet ligjore. Jam plotësisht dakord me prokurorin, i cili me të drejtë thotë që përtej veprimeve të para procedurale të kryera në vendngjarje, janë kryer dhe veprime të tjera hetimore për të hedhur dritë. Me kë kemi të bëjmë, kush janë kundërshtarët dhe kush janë ekzekutorët. Dhe rrethanat e hetimit kanë quar që nuk kemi të bëjmë me një vrasje të thjeshtë, normalisht me sy ti mund ta kuptojsh, siç e ka kuptuar çdo qytetar, që vrasjen e Gilmandanit në Rinas, në atë formë, në rreth rrotullim, me 4 persona që turrën me automatik në dorë, do të thotë që e ka bërë një grup i organizuar. Pastaj klasifikimi në bazë të normave dhe rregullave, që kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal, i është dashur kohë edhe për të bindur veten, por edhe për të bindur spakun që ky material, kjo ngjarje, ju takon ta hajtoni ju për me tutje. Normalisht kur kalon një dosje nga Prokuroria e Juridiksionit Përgjithshëm tek spaku, kalon me një relacion i shoqëruar me një relacion të hollësishëm mbi vendin e ndodhjes, mbi vendin ku ka ndodhur ngjarja kriminale, ngjarja që ka ndodhur, personi, domethënë njohja një përshkrim i hollësishëm i personit që është ekzekutuar dhe tjetër që është plagosur kohë jetën me tutje. Pra, i bën një rezime të qartë edhe viktimave, edhe grupit kriminal që ka vepruar për rrethanat dhe mënyrën që si kanë kryer ngjarjen kriminale. Dhe pastaj i jep edhe konkluzione. Sipas nesh mund të ketë vepruar ky grup ose ai grup. Pastaj për të hedhur dritë, për t'i kthyer këto hetime në provat pa kontestueshme, do t'i duhet spakut ndoshta edhe shumë kohë, por një farë orientimi, sepse prokurori e di shumë mirë kur fillohet procedimi penal në një vendngjarje, hidhen ide mbi mundësitë dhe pamundësitë. Dhe ngrihen disa versione. 5, 6, 7, dhe eliminohet ai më i pamunduri gjatë rrugës eliminohet, nuk e ka bërë Andi Boro. Dhe nuk e ka bërë filani, dhe duke shkuar do futet në dyshën e fundit që rrethanat dhe mundësitë është që ta ketë bërë ky grup kriminal dhe ky grup kriminal. Pastaj synohet në identifikimin e personave, sepse sipas meje nuk është e vështirë të identifikojnë ato persona që kanë marrë pjesë. Pse? Pse shikon domethënë kaq të thjeshtë, po themi nga pikpamja hetimore? Sepse janë të filmuar. Janë të filmuar dhe mund bëhen eksperimente hetimore pafundësisisht me qëllim që të shkohet tek autorët e vërtet. Prokurori ka një eksperiencë shumë gjatë në fushën e hetimit dhe e din se si bëhen eksperimentet hetimore, krimi identikiteve, edhe shkurja drejt një mënyra e ecjes, personat e dishuar. Pra, është e mundur që nga një rreth shumë i madh personash të shkohet te një rreth e para të shkohet ke një grup kriminal dhe pastaj ka përdorur si vrasje me pagesë etj. Sepse dihen pak a shumë policia dhe prokuroria. Policia mos ju direkt në nikël. Domethënë, ka bërë kontrolle tek disa persona të cilët historikisht kontrollohen. Këto janë dyshimet paraprake. Po ka shkuar atje në proces verbal kjo. Kur mblidhet rrethi, pastaj mund të shkojmë tek personat dhe dihet sepse policia e shtetit shqiptar në mënyrë të veçantë spaku tashmë e din shumë mirë nga zbardhja e disa ngjarjeve, e din se ky grup kriminal kë përdor si vrasës me pagesë, ku peshkon dhe rekruton. Parë në këtë këndvështrim, po gjithsesi domethënë e rëndësishme është që tashmë kjo ngjarje shumë e rëndë kriminale e ndodhur në vendin e konsideruar si vendi më i sigurt në pikpamje të sigurisë, sepse atje veprojnë, ne kemi diskutuar edhe të tjera, mbi 5-6 lloj policish, strukturat të policisë shtetit, të shërbimit informativ shtetëror, të siguritive të ndryshme, të shërbimeve të zjarr fikse e tjerë. Dhe në një moment të caktuar u gjetë zhveshur një rajon, hyrja e aeroportit të Rinasit, u gjetë zhveshur nga gjitha shërbimet e policisë dhe ishte në dorë të grupeve të kriminale që lanin e sapet mes njëri tjetrit. Kjo është një shqetësim për shtetin shqiptar. Kurse për prokurorin tashmë për spakun,
Do t'i duhet të hedh dritë mbi këtë ngjarje sepse vërtet është një ngjarje që është kryer në mes të ditës me gjaktësinë më të madhe, duke përcaktuar më parë edhe rrugët e lëvizjes për t'u larguar. Pra çka do të thotë që në çdo pikpamje është studiuar gjatë regjimi i shërbimeve të gjitha llojeve policive në Rinas dhe sepse dhe ata nuk e kanë patur në dorë që ta bënin në orën 2 apo ta bënin në orën 3, do ta bënin në orën që vjen avioni. E kishin informacionin sakt. Pra e kupton? Pra në këtë këndvështrim ata kanë gjetur gjithçka. Faleminderit Prençi për këtë shpjegim. Prençi preku diçka. Në atë video Karanja, si ish prokuror, shikoni detajet të cilat mund të krijojnë një identikit të personave të përfshirë në një ngjarje, është e lehtë, gjatësia, pesha, maskimi që kanë. Janë ekspertët që cilët me parafërsi se po të kemi parasysh kamera është pak e largët. Kamera këtu që kemi që është kamera kryesore që ka filmuar dhe ngjarjen patën është gati 50-60 metra nga vendi i ndodhjes së ngjarjes, por ka kapur ngjarjen, domethënë ka kapur gjithë ngjarjen. Dhe në sept kamerës për koincidencë ka edhe makina që ka parkuar në sept kamerës. Plan të madh regjia. Ju desha plan të madh për nëse mundemi. Ja, shikoj edhe mjeti në sept aty. E ka kap. Mund të bëhet me parafërsi, por personat janë të maskuar. Edhe kjo është një provë që shërben në unitet me provat e tjera. Pra s'mund të krijohet me parafërsi dyshimi për përjashtu persona caktuar lindur nga gjatësia. Gjatësinë e gjen, domethënë është shumë e thjeshtë, të paktën sipas programit që përdorin grupet e timore, ju e dini shumë mirë, është një nga programet Amet, një nga më të mirët, mjafton që në një moment të caktuar këtu të vinë dhe të merret gjatësia e kësaj pjese e statujës këtu dhe automatikisht përcaktohet gjithë gjatësia e objekteve të tjera. Këtë e bën një nga programet më të specializuara e timore. Programet, por prap duhet pa manualisht, pra ekspertja, ajo që jep në mënyrë të përmbledhur programit duhet ta verifikohet dhe ndoshta ka nevojë për një eksperiment hetimor. Pra të lënë një person të ngjashëm pra që të shikohet nga pamja e kamerave, pra të shikohet tek njëjta kamerë të njëjtit vend, për shembull, kjo është kamera numër 7 e objektit. Kamera 7, po. Kamera numër 7 që është e hotelit, kamera numër 7, të vendoset prapë te kamera dhe me gjatësinë për afër dhe me statujën, vendoset një person dhe dali e saktë gjatësia. Pra të zbresësh sepse statuja është e ngritur pak. E qartë, po, ka një ngritje, po. Rreth rrotullimit, po të shikosh ato, rreth rrotullimit është e lyra dhe me të kuqe dhe me të bardhë që është me shenjë. Po. Shikon rreth rrotullimit, bari pjesa jeshile ka një ngritje. Ka ngritje, pra duke kapur personin sa është, ja ta shikojmë edhe duke kapur personin, të zbresësh pjesën sipër dhe del gjatësia. Ja, shikoj kur kalon, pa u ngjitur sipër, ka kalu këtu e gjeme. Ja, këtu është në asfalt. Ja, këtu është në asfalt, duhet parë sa afër duhet, ja, sa afër është nga, ja këtu në moment që është prek atë pjesën, atëherë ajo mund shërbesi bazë, si pikë referencë, por është ekspert vetëm për gjatësinë, kurse për identifikim nëpërmjet mjeteve të tjera është pak e vështirë se janë të maskuar. Me përjashtim, thash edhe një, po të ketë është kamera tjera të cilat ka një rezolucion të lartë, janë shumë megapiksel që kur e zbardhon ka programe pastrimi dhe të del dhëna dhe teknike që mund të jetë retinë syve e tjerë. Po me këto dhëna që kemi, me këto lloj kamera, se këto janë kamera të një biznesi privat, me parafërsi mund gjendet gjatësia që të bësh përjashtimin e ekzekutorëve. Pra te ekzekutorët që kanë ndalë që e lidhen me këtë pjesë, mund bëhet me parafërsi lartësia e tyre sa mund të jetë gjatësia. Që mund të bësh që mund të përjashtosh nesër pas nesër vlen për hetimin, mund të përjashtosh një person tjetër. Po unë jam një në Fekusur, nuk jam unë aty, sa është 178. Pra këtu e përjashtojmë filialin. Ka vlerë përjashtimi. Por prap duhet prova tjera që të jemi të saktë në provimin e akuzës. Pra vetëm me këtë ne kemi një mekanizëm se si kanon ngjarje, por për autorsinë duhet prova të plota, duhet lidh me makinën, duhet lidh me kamerat, si janë heq kamerat rrugës, kush ka shku, pra është një tërësi e timi, është hetim pak i vështirë, sepse kemi të bëjmë me grup strukturuar kriminal. Dhe Prokuria e Tiranës me drejt ka bërë një tërësi veprimesh hetimore dhe ka arritur në konkluzion. E njëjta gjë ndodhi me Dobraçin. E njëjta, po të themi natyre masakrës, këtu ishin 2 viktimat e ishin 4, në mes të ditës edhe ajo e mbajti një muaj prokuroria e Shkodrës dhe ja referoi Spakut. Nga informacionet që kam, di që kam pas një autor të dyshuar, prokurorët në Shkodër, mirë po kanë kaluar 1 vit e gjysmë, dhe kjo dosje është akoma në
SPAK. Dhe jo më kodun po e trajtoj pra. A ka ko SPAK-u? A ka kapacitet e SPAK-u për ta zbardhur? Dobraçi është akoma pa zbardhur. Ktu e kam çështjen, shkon dhe kjo në SPAK, ngjelet dhe kjo pa zbardhur? Prandaj thash edhe në fillim, Prokuria e Tiranës dhe Shkodra ka prokuror specialist, pavarësisht se janë të rrethave gjyqësore. Janë prokuror të kualifikuar, sidomos sektorit posaçëm, që merren me këto ngjarje, se s'ka vetëm kjo ngjarje, ka edhe ngjarje të tjera të krime ndaj jetës dhe shëndetit, që janë krime të rënda, dhe janë të specializuar për sa i përket të veprimeve hetimore. Aq më tepër dhe seksioni në Prokurinë, në Drejtorinë vendore të Policisë Tiranës janë oficerë specialistë të cilët merren me këto ngjarje. Është një seksion i posaçëm që merret me këto ngjarje dhe kanë eksperiencë, sepse është punë që bën si punë një gazetari kronike që e di si ta bëj kronikën. Ka vështirësitë e veta, por duke qenë se çështja është në hetim, edhe provat e marrën nga Tirana, sepse mund të ishte në SPAK dhe ishte në njëjtën fazë. Pra, gjithë problemi të vrasjet është mbledhja e provave. Nga qartë. Mbledhja e provave është shumë e rëndësishme. Mbledhja e provave nga kompetenti. Pra, nga kompetenti që Prokuria e Tiranës ka seksion të posaçëm shumë bukur, madje mund ta mbante edhe pak në rase ti shërbejë e hetimit, sepse edhe prokurorët e SPAK-ut kanë ngarkesë. Ndoshta kjo tregon që janë afruar gjëse dhe s'kemi ç'bëjmë ne, keni ju tani, ha? Mund të jenë afruar, kanë marrë veprime, nuk janë veprime të pavlefshme, do kishin problematika në rase kemi të bëjmë me pavlefshmëri, që si e mati këtë dosje kur është aty tjetër. Por dhe kur të ketë akuzë tjetër, po ta çosh në gjykatë nesër, thot gjyqtari, sepse janë bërë veprime që kanë lidhje me gjykatën për këtë çështje, do të thotë gjyqtarë se jemi ne kompetent, do të shpallësh mos kompetencën. Pra s'është vetëm prokuria, por ka dhe çekime në gjykatë. Mendoj që prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore kanë çmuar në këtë fazë të hetimit që është kompetent e SPAK-u, kanë mbledhur provat. Madje edhe rastet do Dobraçit, po të ishte mbajtur shumë merren prova, sepse prokuria e rrethit e ka më afër çështjen. Qoftë me specialist, qoftë me ashtu, dhe vjen një moment që piqet dosja, kuptimi që është kompetent e SPAK-u. Prokurorët që kanë shkuar në vendngjarje, ekspertët, duke patur parasysh mekanizmin e kryerjes së vrasjes që ka ndodhur në Rinas, unë jam plotësisht dakord që veprimet duhet mbajtur diskret të prokurorëve dhe normalisht ato besoj kanë një objektiv caktuar për të mbërritur ku. Por nuk besoj që nivelet e drejtësisë shqiptare janë të tilla që mos të zbardhat kjo ngjarje. Sepse ka ndodhur në një vend të hapur, në vrasje kanë marrë pjesë më shumë se 3 persona, janë munduar të shmangin lënjen e gjurmëve, sepse fillimisht kanë patur ngecje në armë, automatikun e kanë hedhur në tokë, pastaj ka shkuar ka qelluar prapë me pistolet për të siguruar që vdiqen apo nuk vdiqen. Dhe janë kthyer, kanë mbledhur gjithë gjurmët që kanë lënë, automatikun, krërin me fishek që ura në rrugë dhe kanë shkuar në makinën e tyre të krimit. Njëkohësisht makina e identifikuar, makina që ka rrugtuar. Po, dhe në fshatin Alil. Po, ore makina, kush e ka pas të makinë tjetër, kush e ka pas të regjistruar. Dhe normalisht të qojnë tek gjurmët, për t'i kthyer në prova të pakontestueshme. Normalisht, prandaj është dhe prokuroria specializuar, po edhe prokurorët e jurisdiksionit përgjithshëm, prandaj edhe janë të trajnuar për këtë problem. Pra, është për të hedhur dritë me çdo kusht mbi këtë ngjarje, se atëherë do të thonim çfarë do bëhet me ngjarjet që kanë ndodhur natën, pa asnjë kamerë, pa patur asnjë të dhënë se kush grup kriminal ka vepruar, me çfarë makina janë afruar. Po në Dobraç për shembull Prençi. Në Dobraç kjo çështje ka shkuar në SPAK, ka një vit e gjys. Tani ka çfarë arreston SPAK-u aty është një nga pyetjet, ka çfarë arreston nga autorët? Se është bërë shumë komplekse çështja, domethënë ngel aty në sirtar dhe shiko. Në një çështje mbas çështje. Unë nuk besoj. Ajo kërkon kohën e vet për shkak të asaj, po. Ngjarja e Dobraçit e ka dëshmitarin brenda. E ka dëshmitarin, e ka pas dëshmitarin në makinë. Pra është një mbijetuar në makinën e viktimave. E ka marrë këtë? Po se ka marrë, do ta marrin. Kur t'i vi koha, do ta marrin. Ngjarja e Dobraçit dihet botërisht. Po thoni është një mbijetuar, po me të tjera çfarë ndodhi? O zotëri, unë po them që për të hedhur dritë, e kanë aty. Le ta marrë SPAK-u. E kanë aty. Pastaj ngjarja e Dobraçit, domethënë hipotezat, jo hipoteza, po të dhënat janë se ka pas plagosur edhe nga krau tjetër janë mjekur nëpër spitale, nëpër mjek privat. Kështu që unë jam i bindur që prokuroria i ka dhënat.
dhe sa kohë do të duhet për ta kapur fillin, domethënë kjo kërkon kohën e vet. Por të dy ngjarjet, edhe Dobraçit edhe Erinës janë ngjarje në mes të ditës në rrethana pothuajse të barabarta. Flasim për sigurinë publike, se kjo është gjithë problemi dhe unë më kohë të trajtoj domethënë, sepse kur bëhet fjalë që cënohet siguria publike, reagimi i shtetit, i drejtësisë, i prokurorisë, i hetuesve të gjitha merat, do të jetë shumë i shpejtë. Unë ta thash që në kryet herës çështjen e sigurisë publike. Aeroporti i Rinasit është një ndër objektet më të rëndësishme të shtetit shqiptar. Është aeroporti vetëm ndërkombëtar i një shteti vendantar i NATO-s. Dakor? Në të cilin vepron policia kufitare, policia e rendit dhe sigurisë publike në perimetrin e Rinasit, pra në pjesën e jashtme të rrethimit, është detyra e policisë rendit dhe sigurisë, është policia kriminale, është policia ushtarake, është shërbimi informativ shtetëror, është reparti zjarr fikseve, janë repartet e sigurisë, janë radiolokacioni, janë gjithë ato, që për të hangër bukë dhe për t'i morë rrogën shtetit. Për të ndodhur në nyjën nevralgjike të aeroportit të Rinasit, rreth rrotullimi tek është përmendorja e shenjtores Nën Tereza, nuk ishte asnjë shërbim. Po të shkojmë unë edhe ty dhe tani nuk kalojmë dot nga patrullat e policisë. Pra çka do të thotë që plani i vendosjes, plani i dislokimit të shërbimeve të rendit dhe sigurisë publike në një vend si aeroporti i Rinasit duhet rishikuar. Shteti gjithmonë du të ndjeki dinamikën e zhvillimit të një shteti dhe në përputhje me dinamikën të hartoj strategjitë, planet e sigurisë, planet e emergjencës, në mënyrë që të mos ndodhet para të papritura. Por ka një problem. Pra këto lloj gjërash më mirë i studiojnë grupet kriminale se sa i studiojnë institucionet shtetërore. Janë këtyre institucionet të mirëfillta ligjzbatuese dhe grupet kriminale. Unë do doja të ndaleshim shkurtimisht tek një çështje, një vetplagosje, thot policia, që ka ndodhur sot e një vajze 18 vjeçare, e cila ka qenë në hotel me të dashurin e saj, 22 vjeç, është gjetur e vetplagosur në dhomën e hotelit, e ka ndërguar në spital, ka ndodhur të paktën në hotel Gjuta ka përshtypjen dhe në pronësi të Vladimir Gjutës, emra të cilët lidhen edhe me një incident të dyshuar në vendosjen e një lëndë shpërthyese disa vite më parë tek farmacia e babait të ish-ministrit të brendshëm të asaj kohe, Samir Tahiri. Ajo çfarë më bëri përshtypje dhe që unë po e trajtoj është si ka mundësi një vajzë 18 vjeçare me të dashën e saj 22 vjeç gjendet një armë dhe vetplagoset. Arsyet, motivet janë krejt të tjera. Çfarë tregon kjo? Të rinj me armë në përduar dhe rrezik për shkaktuar një ngjarje krejtësisht të rëndë. Këtu na vjen keq se është vajzë e re, por mbajtja e armëve është problem për shoqërinë shqiptare. Pra, shikoni edhe kemi një rast si mbajtja e armëve si një pasojë. Nga sa kemi parë media dhe çfarë është raportuar dhe nga shumë media, në rezulton që vajza është vetë plagosur, sepse kishte dyshime, janë parë pamjet filmike të hotelit, dhe ka rezultuar që në momentin e ndodhjes ngjarjes, vajza ka qenë vetëm dhe është plagosur me armën që ka pas aty. Janë arrestuar shumë persona këtë për ngjarje. Mendoj që nuk mund të ishte numër kaq i madh i arrestit, tike vetë plagosja është bërë nga personi konkret dhe poseduesi i armës, kush është, s'mund ta se duhet të jemi dhe korrekt. Policia ka ngritur për mos kallëzim, krijeri përfshirje të gjurmëve. S'mund të arreston, pavarësisht se është një emër që është përfolur shumë herë, domethënë është si të thosh siç që ka pasur precedent, më sa nga pikpamja ligjore, nuk mund të arrestohet tash për se na kthehemi tek ai rasti i revolverit, që për një revolver të skeçit arrestohen 5 vetë. Ngjarja edhe policia që kishte bërë deklaratën zyrtare ishte treguar korrekte kuptimi që tha, shikon rastin konkreta, është verifikuar pamjet filmike dhe ka rezultuar që në momentin e ndodhjes së ngjarjes vajza ka qenë vetëm. Pra nuk është se kemi të bëjmë me një ngjarje kriminale, tash shkaqet dhe motivet pse kjo vajzë ka vrarë, ka tentuar të bëjë këtë akt. Atëherë do ta sqaroj hetimi. Ajo tjetra që diskutojmë është për problem mbajtja e armëve. Kjo është shumë shqetësuese ka. Kjo është një problem që vlen të ndalojmë. Mbajtja e armëve është një problem shumë i madh për shoqërinë shqiptare.
se mbajtja e tij duke pasur parasysh dhe temperamentin e shqiptarëve që janë pak sanguin, mund të sjellë pasoja shumë të rënda. Pra diçka që një sherr, një diçka në rrugë ose një moment i caktuar, sjell ngjarje të cilët nuk mund të riparohen më. Kështu që në rastin konkret do të thonë diçka fat kuptimin që nuk ka ndodhur vajza ka shpëtuar në gjendje të mirë. Ka shpëtuar në gjendje të mirë. Kemi një armë që do provohet nga hetimi se i kujt është dhe shqyqy që është ngel me kaq, por problemi i armëve në shoqërinë shqiptare është një diçka që ne duhet ndalojmë, duhet ta analizojmë si të heqim armët nga përdoria. Ato armë nuk mund të hiqen sepse armët ka bërë dhe përpjekjen kohë diktaturës të Enverorës dhe prapë shqiptari nuk e ka heq armët. Ke armë të cilët kanë qenë mbajtura që nga koha e luftës, që nga koha e Austriakut, që ka pas në zonat, për shembull zonën e Fushkujës, ka pas dhe mitraljosit kohës 1918-s, në kohën luftës së parë, që ka qenë lufta e parë 1914-1918. Ky është një fenomen të cilët duhet shkolla të bëjë ato të vetes, është një vajzë e re, është 18 vjeçë, pra shkolla, familja duhet të ndikojë më shumë që edhe po ta shohësh një person rrethit tënd, të mos prekësh armët, të mos merresh me armë. Kjo ka pas dhe një rast tjetër që është referu nga çfarë pa mbete një tentativë, do të që për me plagos veten. Motivet tash dhe do shifet. Motivet janë krejt të tjera, por do shifet edhe rasti, por mbajtja e armëve është pa justifikueshme. Pra, dhe prandaj ndryshimet e bëra në ligjin e armëve është rritur. Por në lidhje me arrestet, unë jam pak skeptik kuptimin që duhet jemi të kujdesshëm në mund të detyrim në paraqitje, po themi, ëh? Jo, duhet kemi parasysh dhe në arrestet, pra për një armë arrestuar ishin shumë persona të shpahur në kërkime. Neve duhet autorin e ngjarjes duhet të arrestohet, poseduesi i armës dhe personin në fjalë. Ja, mund ta lexoj, u arrestuan në flagrancë shtetasit VG 46 vjeç dhe MR Gjë 48 vjeçë për moskallëzim, krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. U shpallën në kërkim shtetasit SG 49 vjeçë, Gjë 24 vjeç për moskallëzim, krimi, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, si dhe shtetësia i Gjë për të njëjtat vepra penale, si dhe për armbajtje pa leje. Pra, arma ka qenë 22 vjeçari. Është njëri, pra, është njëri. E 22 vjeçari. Tani kjo është situata. Edhe për sa i përket plagosjes, për shembull, sepse një person që tenton të vrasë vetëm mund gjetë mjete të tjera, por ka gjetë një armë. Po, për shumë fatale arma. Kjo është problemi. Ka pas një rast, nuk po e përmend si rast. Jo, s'ka, nuk ka nevojë thjesht fenomenin. I mori armën shokut që ta shofi, do thonë, merr armën e shokut, bravo vetëm, i prishi dhe punat disa arma, ka rregull për mbajtjen e armës. Pra mori armën e shokut, gjeti mjeti prishi punë shokut. Pra ai person e mori 2 minuta, u fut në makinë dhe e kishim si rast, domethënë, u diskutu shpërdorimi i armës, rregull për mbajtjen e armëve, po armët me leje ka rregull për mbajtjen e armëve. Pra është ndahet penale ose administrative. Por është një diçka. Në këtë rast nuk mund të kesh përdorim armatimi përsa ku nuk ke leje për ta mbajtur. Kurse rastin konkret poseduesi i armëve ka kryer vepra penale të mbajtje pa leje, është në vend publik dhe madje edhe kjo që ka realizuar këtë veprim që ka prekur e ka poseduar, sepse provohet posedimi i armës zjarrit për shkak se e plagosur, vetë gjithsej ke pranuar vetë i plagosur, nga pamjet filmike del pikërisht vetëm këtë dhomë që ke realizuar këtë vepër. Fat që s'ka ndodhur pasojë e rënda, duhet marr masat, kuptimi dhe trajtimi mjekësor i vajzës që të mos ta përsërisim më në tarmë. Faleminderit Karanja. Si është shef? 22 vjeç me armë, dashur 18 me armë dhe plagoset. Andi. Ç'është kjo rini? Parë në kontekstin e përgjithshëm, domethënë është shqetësim. Parë në kontekstin e ngjarjes konkrete, kemi të bëjmë me një rast fatkeq, sepse edhe sikur të ketë pasur dëshira jo për ta bërë vetë plagosjen, vetëm po ta pranoj vetë, të thotë që kam dash vetë. Po ta ketë bërë plagosjen nga mosnjoja e armës, prap, domethënë është një rast fatkeq, por kjo ngjarje është alarm në 2 drejtime. Spari janë bërë shqetësime serioze të gjitha hotelet në Shqipëri që hinë dhe dalin njerëz të pakontrolluar. Policia e shteti duhet gjej forma dhe metoda për të diktuar, se ne kemi diktuar që duhet maj kamera çdo biznes. Po. Po ne nuk I kemi diktuar që çdo hotel të ketë detektor. Për armatime, për
thika, për gjitha armët e ftohta dhe armët e zjarrit që posedohen nga njerëz, sepse hotelet më së shumtit i frekuentojnë rinia. Dhe normalisht po t'i referohemi pak më larg, t'ikim më larg, sot është kthyer në fenomen frekuentimi i poligoneve të qitjes. Po në poligonet e qitjes nuk shkon burri me gruan. Shkojnë kryesisht të shoqëruar të dashuruarit. Po. E ushtrojnë pasion për njohjen e armatimit. Dhe normalisht këto intervista policia e shtetit duhet i bëjë tek poseduesit e poligoneve të qitjes. Tek pronarët e poligonit qitjes, tek instruktorët, si tek kategoria e njerëzve që frekuentohen. Për të krijuar e njëjta gjë për hotelet, në mënyrë që hotelet duhet të kenë kontrolle të rrepta, sepse vinë shtetas të huaj, shtetas shqiptar, armatim, pafund. Nga vinë dhe përse është bërë trendi armatimin në Shqipëri. Grupet kriminale, sidomos ata trafikimu të armëve, jo vetëm në Shqipëri, po në Turqi, në Serbi e tjerë, janë të informuar që trendi i rinisë shqiptare është mbajtja e armëve. E kanë trend. Armë dhe sidomos armë të modeleve të fundit, të kalibrave të ndryshme. Dhe policia i ka të evidentuar minimumi 3 koridore të tregtimit të armëve. Sot. 2 që vinë nga rrugët Bosnjë e Hercegovinë dhe Serbi, Malzi dhe Kosovë, që vinë drejt Shqipërisë për të tregtuar edhe një koridor që vjen nga Turqia. Paktën kaq kam informacion unë. E qartë. Po këto janë kuriozitetet çfarë referohen. Policia e shtetit në këtë pikpamje nuk them se s'ka punuar, ka goditur disa grupe, por gati tregtimi i armëve në Shqipëri është bërë si tregu i domatave. Domethënë janë përfshirë shumë grupe kriminale që merren me tregtimin e armëve. Dhe çdo ditë dëgjojmë ne që jo te fresku, jo tek të nxehtit, u kap ky grup, u godit ai grup. A ka një formë dhe metodë tjetër për të parandaluar hyrjen e armëve në mënyrë të paligjshme në Shqipëri? Sepse ne në ligj kemi armë të gjahut që tregtohen me licencë. Nesër do të lejohen edhe armët e brezit, armët luftarake e tjerë. Siç i ka në shumë vende të botës. Ama ne nuk na pengon asgjë e ligjshme për të luftuar të kundraligjshmen, sepse prandaj e kemi institucionet. Duhet ngritur sistemet e monitorimit, të informacioneve të kualifikuara, të shërbimit informativ shtetëror, të policisë kriminale, me qëllim që kontingjenti që merret me problemin e tregtimit të armëve, sepse thash është bërë si tregu i domatave. Po, në shkëtyr problem. Por, të shkojmë që hotelet në Shqipëri, ato hotelet me 5 syje, resortet turistike, qeveria i ka favorizuar në pikpamje të taksave të atimeve që i ka përjashtuar 5 vite, 10 vite, investitor strategjik, favorizimin pikpamje fiskale plot. Tashti, nëse ju ke bërë gjitha këto lëshime, në pikpamje të sigurisë duhet të kërkosh rregull. Për 2 arsye, pa viktimizor njerëzit pa formim, të pa specializuar në Shqipëri si puna e vajzës 18 vjeçare. Së dyti prishet imazhi i turizmit në Shqipëri. Pra qeveria ashtu siç e sheh perspektivën e zhvillimit të turizmit shumë të rëndësishëm për jetën në Shqipëri, edhe për të ardhmen, edhe për të ardhurat, edhe për punësimin, frekuentimin e tjerë, duhet shikoj me një plan të veçantë çështjen e sigurisë së hoteleve, sepse edhe këta njerëz që janë të rregullt, plagosin veten nga mosnjoja, ose nga depresioni, ose nga ndarjet që u vinë të rive, dhe në moment caktuar, nga goditja që pësojnë për shkak të ndarjeve midis qifteve, vendosin vetë flimin, vetë plagosjen, e tjerë. Është një fenomen sa social edhe kriminal. Me qartë. Dhe në këtë pikpamje, duhet një punë e rëndësishme në çdo drejtim, duke kombinuar shumë gjëra, edhe me Ministrinë e Turizmit dhe me Policinë e Shtetit, por edhe me disa probleme që kanë të bëjnë për mendimin tim edhe me shërbimin informativ shtetëror, për faktin sepse është parë, kjo është rast fatkeq, unë e klasifikoha që në fillim, por me sa kemi dëgjuar, po përdoren edhe nga shtetet të Ballkanit për ta destabilizuar Shqipërinë. Dhe
tentativa për të futur sa më shumë armë në Shqipëri mund të bëhet edhe me një qëllim të caktuar për të adresuar ose për ta eksportuar konfliktet, për t'i futur në Shqipëri, për t'i futur në Kosovë, për t'a futur në Maqedoni, për t'a futur në Malzi, bi fjala. Sepse kanë interesa. Dashakese. Pra ne thash që duhet një shërbim kompleks, duhet një strategji komplekse për ta studiuar në çdo pikpamje. Sa ja rrihet pastaj? Mundësit i kemi.